Kam kuptuar e dëgjuar dhe kryetarë të partive tjera që thonë se disi partitë e ish opozitës kanë shumicë, nuk është e vërtetë. Në njërën anë, lëvizja vetëvendosje na thotë s'po vini tek ne pa PDK-n, në anën tjetër, grupi opozitar, ish opozitar na thotë s'po vini tek ne. E para, du të pranojmë se jemi në krizë politike. Pra jemi në krizë politike, në krizë institucionale dhe në krizë legitimiteti. Në krizë politike, sepse s'ka as përpjekjen më të vogël nga askush të ndërtojë një shumicë parlamentare, që do të sjellte në institucionet legjitime të Republikës Kosovës, dhe në krizë legitimiteti, sepse nuk kemi kuvend funksional, e për më tepër nuk kemi as qeveri legjitime. Qeveria e tanishme reflekton rezultatin e para 4 viteve, pra reflekton shumicën e para 4 viteve, jo shumicën e tanishme politike pas zgjedhjeve të fundit. E vërteta dy që duhet pranojmë është se nuk kemi shumicë. As një rapal, as një grupizim politik, si pas preferencave politike, nuk ka numra për të bërë shumicën. Kam kuptuar e dëgjuar dhe kryetarë të partive tjera që thonë se disi partitë e ish opozitës kanë shumicë, nuk është e vërtetë. Asnjë palë nuk ka shumicë. Për votat e partive minoritare sërbe, LDK i beson më tepër vetë minoritarëve jo sërb, para se të besoj kryetarëve të partive tjera. Le të flasim për votat e tyre partijake, për votat e partive minoritare jo sërbe, flasin vetë ata tjerë dhe të deklarimet e tyre janë bukur të qarta. Por nuk ka shumicën e asnjërin palë. Dhe e treta, të pranojmë se kemi urgjencë. Pra, kuptojmë, mbare mirë, se gjendemi në një gjendje të rëndë politike, të brendshme dhe të jashtme pa dallim, dhe në këtë urgjencë nuk mund të vazhdojmë të sillemi siç po sillemi deri tani, të shkojmë në seanca çdo 48 orë, për të përfunduar në rezultatin e parapërcaktuar dhe vetëm gjë që ndryshon është numri rëndor i seancave. Dhe më lejoni që në këtë ditë të prezantoj një agjendë, të bëj një thirrje për unitet, jo për koalicion bashkëqeverisës, por për një gjendje dalëse emergjente të dobishme gjithsesi për Republikën e Kosovës. Mund të mos jetë më mira, natyrisht se është më mira, natyrisht se Kosovës do t'i duhej dhe opozit, por para se t'i duhej opozita, Kosovës i duhet fillimisht qeveria, pra i duhet pozita. E më pas në këtë vijë të njoftoj po ashtu mbi përbajtjen e temave që do duhet ta gordoshim gjithë në skenën politike aktuale. Pikat e kësaj agjende që keni ju para vetes sot kanë autorizimin e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, kanë autorizimin e grupit parlamentar të LDK-s. Tani unë ballafaqohem dhe ne me 2 lloj akuzash. Në njërën anë, lëvizja vetëvendosje na thotë s'po vini tek ne pa PDK-n, në anën tjetër, grupi opozitar, ish opozitar na thotë s'po vini tek ne pa lëvizjen vetëvendosje. E kuptoni që kjo s'është tema, s'është qëllimi, s'është fare brenga jonë.